qysh mujmë na me e përmisu vetën. Të na ka media të lira edhe profesionale ma shumë se në shumicën e vendeve të rajonit. Po që në Kosovë ka media profesionale dhe ka media të lira, ata nuk mundet me kontestu kërkush. Patëm një përfaqësues të Reporterëve pa kufi një intervist në kohë para disa ditëve, partje më duket, edhe ai u ballafaqu pikërisht me çeto dilema që po i diskutojmë tash na, edhe pikërisht me këtë krahasimin me Serbinë, unë po vërtet mendoj që ne duhet ta shtishojmë punët tona, por unë e kam një hartë të Reporterëve pa kufi të vitit kaluam, edhe vendet kur i shoh, mbas ngjyrave më krijohet perceptimi për çato vende ajo në mira keq. Edhe kom pas çdo një farë mburrje me Kosovën që është mas miri jo, po është mirë. Tash me pa në rajon mas keqe, unë po ashtu pajtohem, do të thotë nuk po flas si KMSHK, me qenë se deshta mu sqaru ma herët që na s'kemi marrë një vendim për çfarë qëndrimi me majt, por unë po ashtu mendoj që sa i përket lirisë të mediave edhe shprehjes absolutisht jemi ma mirë se shumica vendeve të rajonit, po si këshill, unë po mendoj që na duhet të pas punë aty me rastet të ndryshme, edhe me media që janë shumë të interesume me qenë pjesë, edhe me u përmisu. Kemi pas rastet mediave që një periudhë kanë insistu që diçka bashkë është e domosdoshme mas ne në rikëthy, që na si sektor, para se me nis me folë për parti politike, për gjana tjera, me shiku pak qysh mujmë na me e përmisu vetën. Na po e dim që ka reagime të ndryshme në rrjetet sociale andej e këndej, por është jetike që me kriju një raportim profesional edhe etik që qytetarët nesër mas nesër kur dojnë u informu me ditë ku me shku në çfarë adreset mediave, me hi edhe me lexu për mu informu drejt. E media tilla, unë po mendoj që ka shumë në Kosovë. Do thotë të na ka media të lira edhe profesionale ma shumë se në shumicën e vendeve të rajonit. Tash, a kemi sfida? Kemi sfida qoftë sa i përket aspektit ekonomik, qoftë politik, qoftë gjithave, po është një vendim cilin gazetarët e marrin. Tash na nuk po besoj që nuk mundet me egzistu një farë vendi utopik ku na shkojmë dhe rime dhe gazetaria është një farë lloj sfide. Na, si unë do të thotë jam këtë zanat kogja ka herë, edhe sfida kem pas kërcënime prej kur e bojmë këtë zanat, do të thotë prej fillimit. Është një farë lloj lufte, për që ata që këtë zanat është pak ma i vështirë. Është një farë lufte për çdo dishme me cilën ti ki me marë për me mbritë e vërteta. A vërteta dhem gjithkund ku ka të lashe. Edhe duhet me luftu për me mbritë atje. Nuk po du me arsyetu, tash po përmendet gjuha e qeverisë, vetëvendosis asaj kësaj, me arsyetu qasin arrogante as ndaj gazetarëve, as ndaj qytetarëve, as të kësaj qeverie, as të formave që qeveritë e tjera kanë tentu me bo presion, nuk është e arsyeshme, po që në Kosovë ka media profesionale dhe ka media të lira, ata nuk mundet me kontestu kërkush. E përmenda përfaqësuesin e Reporterëve pa kufi, edhe ai tha, vlerësimi është bo, do të thotë thana jemi në teren. Thana vlerësimin kemi bo në bazë të asaj se çka thojnë njerëz e atij vendi, nuk e dha numrin, edhe duke u arsyetu pse Serbia ashtu Kosova ashtu, tha po e pranoj se indeksi ekonomik e politik është më i mirë se në Kosovë. Po çka tha në Serbi, tha gazetarët në Kosovë ndihen më të pasigurt se gazetarët në Serbi. Do të thotë kjo ke fjali e tij. Gazetarët në Kosovë ndihen më të pasigurt se gazetarët në Serbi, dhe kjo mbas se tha mundet me qenë për arsyen se në Serbi struktura për me ndjek keqbërësit, do të thotë këta që po i sulmojnë, është ma e etablume, ma mirë. Në Kosovë nuk është, po, tha në Kosovë nuk është, në Serbi, do më thonë, prosecution, do të thotë, është ma e mirë. Që kjo do më thonë nëse e ndëgjën intervistën, ke kjo. Po ta shto ekziston një kontradikt.
Në qoftë se për shembull në çat intervistë u tha që indeksi ekonomik politik është më mirë në Kosovë se në Serbi, ka sfida në Kosovë. Indeksi ekonomik më mirë në Kosovë? Po. Çfarë aspekti ka menu se na e kemi që të ekonomik kontekst. Po besoj për të lashët që i kanë mediat për me mbjetu. Do të thotë në Serbi financat e mediave kontrollohen më ashpër prej shtetit, nuk mundet me shku me reklamu një biznes të një medium i lirë, sepse mas ne ndodhen disa pasoja që ati biznesi. Po, qka është një kontradikt, veç diçka, edhe politik. Po, një gjë, po du me thonë, siguria, gazetarët ndihen ma keq, po është një kontradikt këtu. Nëse marim na me pa indeksin 2025 me 2024, të reporterve pa kufi, do të thotë që ata pyetësort i kanë do numra, ku përgjigjet respondenti janë do numra, dhe ata në fund i mbledhin numrat. Se raportin përgjithsi, që kjo raport i ty në shumë i përgjithsume dhe ka shumë gjana cilat janë copy-paste prej raportit vitit kalu mundeni me po. Janë disa update, po ka gjana cilat janë të njajta, po nëse mertimi pa numrat, në Kosovë e kemi indikatori politik, ekonomik, legislativ, social, kanë pësu përketësim. Përketësim. Për deri sa indikatori siguris përmirësim. Dhe këtu, unë do të thotë, vërtet kisha dasht me pas një lloj sqarimi nëse... Në sulmet në veri, se numri ka qenë shumë i madhë një vit para prak, edhe ka ra automatikisht. Po, që me gjitha, do me thonë pas kemi mbet me që kemi qenë vjetë. Jo, të siguria i bjenë që s'ka pas aqë shumë sulme sa ka pas një vit më përpara. Me gjitha ta, do thotë, mu më vjen keq me ndëgju edhe nuk muj me e besu, edhe nuk, absolutisht i vlerësoj reporter pa kufi, avokimin e tyre, dashamirësin që e kam për lirinë e shtypit, na kemi pas përkrahje tyne si Kosovë, prej para luftës dhe pas luftës të jashtëzakonshme, do të thotë nuk vënohet në dyshim ajo, po që gazetarët në Kosovë ndihen më të pasigurt me raportu se gazetarët në Serbi, unë vërtet nuk isha...